Gjykata Evropiane në Strasburg ka hapur procedurë për ankesën e Jankulovskës lidhur me blerjen e Mercedesit të blinduar prej 600.000 euro. Gjykata do të vlerësoj nëse ka bazë serioze që është shkelur e drejta për gjykim të drejtë. Lajmin e publikoi vet Jankulovska në rrjetet sociale. Ajo shkroi se edhe pse kanë kaluar 5 vite nga ankesa dhe ajo ka vuajtur një dënim të rëndë e të padrejtë, ky hap për të përbën një satisfaksion të vogël personal. Ndoshta më në fund, ata me 2% besim do ta kuptojnë se nuk duhet t'i shërben interesave të askujt, sepse qytetarët i paguajnë për t'i mbrojtur, jo për t'u shkelur të drejtat. Zonja që sot është në shtyllën e turpit, e që u shpërblye me funksion të lartë për veprat e saj nga pushteti i mëparshëm, është dëshmi se petku i gjyqtarit nuk është mburoj ndaj kritikës publike. Shpresoj që më në fund të ketë përgjegjësi për të gjithë të këqijat, por edhe nëse jo, jam e bindur se askush nuk i shpëton gjykimit të historisë. Një nga pikat kyçe që intereson gjykatës është përdorimi i përgjimeve si prova nga prokuroria. Gjithashtu gjykata do të shqyrtojë rolin e gjyqtares Dobrila Kacarska nëse deklaratat e saj publike të mëparshme mund të kenë krijuar përshtypjen e paragjykimit në rastin e Jankulovskës. Kryeministri Mickovski me reagim të ashpër, ai thotë se vendi duhet të skuqet nga turpi para Strasburgut për shkak të atyre pak personave që sipas tij e kontaminojnë gjyqësorin dhe prokurorinë. Тоа се овие судии кои што мала им е платата, сакаат двојно, тројно поголема. Партиски октроирани и заробени од страна на претходната влада. Малкумина се, ќе повторам, конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линеарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го земе. Jankulovska ishte dënuar me 4 vite burg në rastin Tanku, të hapur nga prokuroria speciale. Gjykata e shpalli fajtore për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve. Sipas aktakuzës, ajo kishte ndihmuar ish-kryeministrin Gurevski që me paratë e policisë përmes një tenderi të manipuluar të blinte një Mercedes prej 600.000 euro për përdorim personal, larg syve të mediave dhe të qytetarëve. Ish-ministria u lirua nga burgu në nëntor 2023, një vit para përfundimit të dënimit.